Lajmi mirë vëllezër e motra për të gjithë juve që dëshironi të vini dhe të punoni në Gjermani. Pra nga nesër data 5 janar 2026 hapet sistemi sipas rregullores Ballkanit Perëndimor dhe mundësohet pra aplikimi i ri që të merrni një miratim para prag dhe të vini deri te marrja e një vize pra let pastaj. Vëllezër e motra me datën 11-12 muaj është mbyll sistemi, ndëgjoni me vëmendje për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Pra është kaluhet një ndryshim, pra nuk është tu figuru mo data si për shembull që ka qenë të kaluarën Malizi e ka mrena 10 dite, Bosnia ka mrena dite e kështu me radhë, por tash për të gjitha është mbyllur dhe nga nesër pra hapet përsëri për të gjitha. Pra nëse mbyllet përsëri ta shohmi arrihet numri 50.000 apo mbyllet për krejt apo veç për të Kosovës, siç u mbyll kjo shpejt e për Shqipërisë e kështu me radhë. Unë po është e arsyeshme t'ju njoftoj, pra të gjithë ju që dëshironi ta merrni ndonjë punëtor apo diçka, pra prej nesër bëni mirë, pra më një herë të aplikoni në mënyrë online, firmat pra duhet të bëjnë për juve aplikimin, edhe ju vije përgjigja pra më shpejt se sa në të kaluarën. Shpërndani këtë video, mos harroni edhe ju të cilët e shikoni metin, edhe nuk e bëni follow, si u kushton kur gjë. Bëni follow, unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.